وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, salavatet dhe selamet ja përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë me temën në të cilën jemi të inkuadruar e duke u informuar në to ajo është shitblerja dhe tregtia, ku veçanërisht jemi duke u informuar për disa lloje të shitblerjes së ndaluar, ku me të vërtetë në to arrihet paqartësi ose për shkak mashtrimit dhe dëmit të cilët ju bëhet njerëzve, e padyshim se sheriati islam ka ardhur për të mbrojtur interesat e njerëzimit, ke në fejnë e tyre apo në jetesën e tyre. Dhe padyshim se nga përkujdesi më I madh në të cilën dha Islami është rregullimi I çështjeve financiare dhe marrëdhënieve financiare në mes njerëzve, derisa ato të ngriten në drejtësi, në qartësi dhe të jenë në dobi për njerëzit dhe mos të jenë të ngritura në padrejtësi e në paqartësi e në dëme të njerëzve. Dhe mu për atë, dietarët e jurisprudencës islame, ato I ndanë këto shitblerje të ndaluara në disa lloje, prej atyre të cilët janë më të rëndësishme dhe më të njohura dhe kemi folur prej një pjesë të tyre, por një gjë e cila është shumë bashkohore dhe ajo vazhdimisht është prezente te njerëzit, sikur që ka qenë dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe përderisa njerëzit janë në marrëdhëniet e tyre të tregtisë, padyshim se ato do të hasin në ndonjë padrejtësi, në ndonjë mashtrim dhe në ndonjë paqartësi edhe në ndonjë panjohuri të shitjes së tyre, ke ajo të artikullit, të mallit, të çmimit e kështu me radhë. E mu për atë dietarët të vëllezër folën dhe e cekën një kapitull të një llojit I cili është shumë me rëndësi për të ditur, për shkak se ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një lloj të tillë të shitblerjes, e ajo është bej'un najsh. Bej'un najshi, shitblerja e najshit. Çka është shitblerja e najshit? Çka do të thotë e najsh? Shitblerja e najshit do të thotë rritja artificiale e çmimit. Me mashtrim apo me manipulim që të rritet çmimi I një mallit apo I një artikullit pa I pasur vlerën ajo. E padyshim se kjo është një ndër ato shitjet e ndaluara, për të cilët Islami ka ndaluar një gjë të tillë që bëhet shkak për dëmin e njerëzve edhe ngrënien e pasurisë pa të drejtë. E mu për atë, për ta kuptuar o vëllezër,
në nacionin gjuhësor, pra nejsh, kjo shitblerja e nejshit, don të thot që të nxit apo ngacmim i një gjëje, largimit njerëzve prej një çështje në çështje tjetër, të i ngacmësh njerëzit ose ngacmimi sikur ai gjahtari apo gjyetari që ngacmon gjyetinë e tij për të dalur, që e ngacmon dhe që e mashtron me diçka për të dalur dhe për ta futur në kurth. Dhe mua për atë pra, në aspektin terminologjik të jurisprudencës islame, bej unë nejsh, shitblerja e nejshit, don të thot, rritja e çmimit të një artikullit, të një mallit, me forma të ndryshme të mashtrimit që futet në njeri në rritjen e çmimit të një malli, ai e rrit atë çmim apo shtesa e atij çmimi nga një njeri i cili futet në atë tregti pa pasur ai qëllimin e blerjes së atij malli, vetëm për arritjen e ngritjes së çmimit të atij malli dhe të atij artikulli. Për shembull, të vjen një njeri të ai shitsi i cili e shet mallin, dhe artikullin e tij të cilin e ka nxjerrur në treg, dhe ky vjen ose të jetë me dakortin e shitësit, që ky personi që vjen për të arritur çmimin, ky jep një çmim shumë më të madh edhe ngërrit çmimin e atij malli i cili është prezent, dhe ai nuk është i vlefshëm dhe nuk është aq cilësor sa që ky e lavdron dhe jep çmim për ta ngritur çmimin e atij malli apo atij artikulli. Ose mos të jetë në dakord me shitsin, por kur e shef blersin, që ai blersin e ka ndoshta si një armik që ai atë blersin e xhelozon, edhe ky shkon dhe rrit çmim në atë mall, në atë artikull, për shkak armiqësisë që e ka ndaj atij blersi. Ose e treta, që të rrit çmimin e një malli në treg, vetëm e vetëm që të tregohet se ky është një tregtar i fortë, edhe ky është i pasur dhe din ky të negocon në tregtinë e tij. Por të gjitha këto janë ato format e kuptimit, pra në përgjithësi në terminologjinë e jurisprudencës islame, rritja e çmimit të jetë me hile. Të rritet çmimi i një mallit me ndonjë mashtrim, me ndonjë hile, me ndonjë tradhti. Dhe se kjo është vëllezër prezente shumë, e sidomos pra në kohën tonë dhe në marrëdhënie tregtare të muslimanëve e gjen shumë këtë prezencë, që të jetë shitja e mallit me forma të ndryshme dhe të mëdhaja. Prej formave bashkohore është që ai i cili e nxjerr mallin, që ai të rrit çmimet artificiale, i rrit me mashtrim, ta vlerëson mallin që nuk vlen e vlerëson shumë, për të i nxitur njerëzit që të vinë dhe ta blejnë atë mall. Çmimi i ngritjes apo ngritja e çmimit me ngritje shumë të lartë me mashtrim që të i nxit njerëzit për të ardhur për ta blejtur atë mall. Ose rritjet e ofertave të cilët dalin, ofertat me ankede, të cilët dalin, ankandet të cilët përdoren për shtesë e qet një mall në tregti, ose ndodhe të del në një artikull në rrjete sociale që ai të shton çmimin e saj. Edhe pastaj këto anketat secili i cili shton çmim, por prej tyre të cilët e shtojnë çmimin, futet një njeri që nuk ka interes blerjen e mallit, vetëm që ta shton çmimin e saj sa më shumë. Nëse dikush i jep për shembull një makinë luksoze që të kushton 10.000 euro, dhe pastaj të del ankandi i saj të jetë pra shtimi i çmimit me çmim dhe kush sa më shumë që jep, e dikush që nuk ka interes në to ai të futet
edhe jep një çmim shumë ma shumë që nuk bën për të i nxitur të tjerë. Nëse ai jep vetëm euro për një makinë, del ky tjetër që s'ka interes blerje vetëm për shkak miqësisë që e ka me shitsin, ky jep 1500 ose për shembull 10.000 ose 15.000 ose 20.000 që ndoshta nuk i vlen ky rrit çmimin e atij malli apo të atij artikulli. Ose të jetë për shembull me çështje të mashtrimit që shtohen, ndonjëherë bohen ato sikur me ato krepat të cilët i vendosin për të mashtruar peshkun, gjahu që e mashtron. Vendos një mall, një shitje, ose ta nxjerr atë mall ose atë ofertë me oferta mashtruese për të i mashtruar njerëzit edhe konsumatorët që ato të kthehen e të shkojnë, e kur shkojnë në atë çmim të vendosur, del se ajo ofertë ka mbaruar. Edhe shumë raste ose shumë ndoshta gjin, kjo ndodh në rastet e shumta kur e nxjerr për shembull nëse dikush e nxjerr një bilet për të shkuar deri me një vend, bileta për 10 euro. Edhe të gjithë konsumatorët dhe njerëzit ato interesohen. Kur të shkojnë të bileta për 10 euro deri në filan vendin, e gjenë thot kjo ofertë ka mbaru, e kjo ofertë tjetër 150 euro. Me lloje të mashtrimit, të cilët i nxiti njerëzit për të kthyer dhe për të urritur çmimi sa nuk bën. E kjo me të vërtetë të vëllezër, dhe janë shumë lloje, për shembull, sidomos dhe në këto bashkohorët lajmet e rrejshme të një artikulli, për shembull shitsi bën beja, betohet se ky mall është gati duke u mbaruar mo. S'ka mo, blejani me këtë çmim, ai nuk vlen, po ky rrit çmimin shumë më shumë, kush dëshiron që ta vlen se s'ka mo, ky mall u harxhua apo u mbarua. Pra janë shumë lloje të tilla me të cilët të vëllezër në to futen mashtrime, edhe janë këto e cila ka të bëje pra në këtë pikën e bejun nejshit, në të cilën ndaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se padyshim se çështja e kësaj shitblerje, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ndaloi për arsye se besimtari i sinqert nuk e kërkon fitimin e tij në tregtinë e tij në mashtrime dhe në manipulime të çmimeve artificiale për të ngritur ato. Por besimtari i sinqert është ai i cili është i sinqert dhe në shitblerin e tij, edhe ai gjithashtu pastaj ai mundohet që të arrijë dhe e din se bereqeti i tij është në amanetin dhe sinqeritetin e tij në shitblerjen e tij, ashtu sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilin transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Hakim ibn Hizam, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Shitsi dhe blerësi janë në zgjedhjen e tyre, por derisa janë aty në atë kontratën që e bëjnë shitblerjen e tyre, derisa nuk janë nda. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Nëse ato të dy janë të sinqert mes veti dhe i sqarojnë çështjet e tyre mes veti, Allahu xhela xhelaluhu ju jep bereqet në shitblerjen e tyre. Wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Nëse ato gënjen mes veti dhe nuk sqarojnë ato dhe tradhtojnë mes veti në shitblerjen e tyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju fshihet bereqeti i shitblerjes së tyre. Pra, besimtari është ai i cili nuk ka nevojë të i kthehet këtij lloji mashtrimi për rritje të çmimeve artificiale me mashtrime dhe me manipulime për të rritur çmimet pra në to. E gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, pra gjykimi i cili është sheriatik, cili është vendimi sheriatik për llojin e këtij apo kësaj shitblerje që ka të bëjë në mesin e njerëzve, që është pra bejun nejshi, padyshim se që është e ndaluar dhe është haram, janë të gjithë dietarët, ka konsenzim të dietarëve. Janë unanimikisht të bashkuar se është e ndaluar dhe është haram ky lloj mashtrimi i shitblerjes. Edhe se sjell ixhma, pra konsenzim, Ibn Battali, Ibn Abdul Berri, Imam Nawawiu e kështu me radhë. Duke u argumentuar me argumente të vëllezër, së pari tham hadithin të cilën e sjell Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ibn Omeri radiallahu anhu,
i cili tha se nehen nebiju sallallahu alaihi wasallam an bej'in nejshi. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shitblerja e cila është me rritje të çmimeve artificiale, me mashtrim dhe me manipulim në to. Të gjitha ato lloje të cilat kanë të bëjnë në to. Sikur që hadithin tjetër që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Buhari radhiyallahu anhu, i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi pra që të bëhet shitblerja wala tanajeshu, mos të jetë me manipulime dhe mashtrime në rritje të çmimeve artificiale për të arritur si që ta shet mallin apo artikullin e tij. Tha Ibn Rajepi rahimullah, tha në këtë kontekst futen të gjitha ato llojet të cilët përmbajnë mashtrime edhe manipulime e të cilët janë rritje artificiale të çmimeve, në to rrejnë, gënjime e të gjitha ato paqartësime, në to pra futen të gjitha ato lloje të cilët ndoshta bim dhe në këto lloje të mashtrimeve që të ndodh që të jesh në treg e të vend dikush duke qenë në pazarllëkun tënd apo në tregtin tënd dhe duke negociuar për atë mall të cilën dëshiron ta blesh, vjen tjetri e çmimin më të lartë. Vjen tjetri thotë ky mall ban edhe kaq më shumë. E kështu me radhë si që të futin në kurth atë blersin i cili don që ta blen atë mall apo atë artikull. Dhe se kjo ka shumë dhe shumë forma, që tha Ibn Rajepi rahimullah, përmban edhe ato fshehjet e defekteve, përmban dhe mashtrimet të cilët janë në shitblerje, përmban dhe të gjitha ata të cilët e shohin dikant i cili nuk ka aftësi të negocojnë tregti, si ta mashtrojnë që t'ia fusin me ndonjë çmim sa më të lartë, ndoshta një mall i cili nuk vlen. Po mirë, padyshim se në këto është kjo ndaluar me hadithet e pejgamberit të cilët i ceku. Por si që ndëron kjo lloj shitblerje, nëse bëhet, a është e vlefshme apo nuk është e vlefshme, dietarët ndryshuan në mendim o vëllezër. Edhe pse ndoshta me ndonjë lloj mashtrimi, edhe pse bëhet me këto llojet, por shitblerja si shitblerje, kontrata e cila është bërë, ajo është valide te shumica e dietarëve, sikur që e shohim pra mëdhëbit Hanefi, Shafi'i dhe Hanbeli, me një transmetim pra të Hanbelive, që shohin se me të vërtet kjo shitblerje është valide, por është me mëkat dhe është me gjuna, me të cilën ti e ke bërë atë shitblerje, po ke bërë një shitblerje me mëkat. Një grup dietarësh tjetër e shohin që dhe kjo shitblerje nuk ekziston, prishet kjo lloj marrëveshje dhe kjo lloj kontrate. E mu për atë provë, vëllezër, besimtari duhet që të jetë nga ata të cilët ka kujdesin e tyre, sidomos në çështjen e shitblerjes së tij, por kjo ishte shkurtimisht për të njoftuar se çka do të thonë shitblerja e nejshit apo bej'un nejsh, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndaloi nga ky lloj i shitblerjes, që është një lloj nga shitblerjet e ndaluara për shkak dëmit dhe për shkak mashtrimit dhe manipulimit, që ajo përdoret dhe bëhet në rritjen e çmimit të artikullit apo të mallit, në të cilët bëhet me lloj-lloj formash dhe mashtrimesh. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu xhel xhelalu të imron muslimanët nga gjitha ato llojet e shitblerjeve të ndaluara që ndoshta shkaktojnë në to manipulime, shkaktojnë në to mashtrime dhe paqartësime. Allahu xhel xhelalu na drejtoft në rrugën e drejtë të shitblerjes e cila është me drejtësi edhe me qartësi e të jetë pra ashtu sikur që Allahu xhel xhelaluhu është i kënaqur me ne. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu pasurinë tonë ta shton dhe tregtisë tonë të i shton bereqet. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.